Një 56 vjeçar banues në Vlorë ka reaguar pas një denoncimi në polici të pronares së një ambienti që ai ka marrë me qera dhe ku ushtron aty një aktivitet biznesi, duke hedhur poshtë pretendimet e saj. Sipas komunikatës së policisë së Vlorës të 2 ditëve më parë shpërndar mediave, specialistët për hetimin e krimeve ekonomike e financiare në drejtorinë e policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale AM 56 vjeç banues në Vlorë. Pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetësja DF se ky shtetas e ka mashtruar duke i marrë me qera një ambient biznesi për të cilin nuk ka shlyer detyrimet kontraktuale. Por shtetasi me inicialet AM, që biznesin e ka krijuar me mund dhe me djers, është ndjer i fyer nga këto trillime të zonjës pronare dhe ka sqaruar pozicionin e tij. Ai ka ftuar televizionin 6+1 Vlora që të verifikojë gjithçka duke u paraqitur në ambientet e biznesit. Shtetasi AM, që nuk pranon të identifikohet më gjërësisht pasi është një qytetar i ndershëm i këtij qyteti dhe me njohje të gjera, ka nënshkruar një kontratë 10 vjeçare 5+5 me zonjën për të marrë këto objekt me qera për biznesin e tij. Por zonja me inicialet DF ka pretenduar në polici se zotria në fjalë nuk ka paguar detyrimet, siç janë qeraja e objektit apo edhe pagesat e energjisë elektrike dhe ujit të pijshëm. Por nga verifikimi i kryer edhe nga televizioni 6+1 Vlora rezulton se ky shtetas është i rregullt dhe ka paguar çdo detyrim ndaj këtij objekti dhe shtetases DF, dhe këtë e tregojnë edhe këto fatura që po ndiqnin në ekran, që janë fatura operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike dhe ujësjellës kanalizime me të gjitha detyrimet e paguara. Shtetasi me iniciale AM, përpara se të hapte këtu aktivitetin, ka kryer një investim në godin që i ka shkuar në vlerën e 46.000 eurove. Ai ka kërkuar nga zonja që ta njohë këtë detyrim, por shtetësia DF, për të mos njohur këtë shumë të hedhur për habilitimin e godinës, ka kërkuar prishjen e njëanshme të kontratës, e cila është nënshkruar te noteri për 10 vite, 5+5. Në bazë të gjitha verifikimeve që ka realizuar televizioni 6+1 Vlora, rezulton se shtetasi me iniciale AM, 56 vjeç, nuk e ka mashtruar zonjën, por kjo e fundit duket se ka mashtruar policin, sikundër shprehjeve të shtetasi me iniciale AM. Ndaj mbetet që edhe policia të jetë më e kujdesshme kur arrin në përfundime të tilla, dhe aq më shumë që i bën publike ato, pasi mund të cënoj me apo pa dashje dinjitetin e njerëzve të ndershëm të këtij qyteti. Pamjet që po ndiqnin në ekran sjellin se si ishte godina përpara se shtetasi me iniciale AM të hynte brenda saj e të hapte aktivitetin. Ja në çfarë gjendje ishte kjo godin sipas fotove, dhe shtetasi me iniciale AM ka kryer aty një investim që shkon në një vlerë të konsiderueshme, por që zonja pronare e këtij objekti nuk e njeh detyrimin, ndaj kërkon prishjen e njëanshme të kontratës.